Në një qytet të vogël të Shqipërisë, ku gjithçka është e lidhur me histori dhe tradita, një ngjarje do të shënonte jetët e dy familjeve që, edhe pse të lidhura ngushtë, do të përbaleshin me një tragjedi të thellë dhe të papritur. Ky qytet, i mbushur me të kaluarën dhe vlerat tradicionale, ishte vendi ku vëllai im dhe unë kishim kaluar gjithë jetën tonë. Dhe si çdo vend tjetër i vogël, çdo vendim kishte ndikimin e tij. Vëllai im, një njeri i fortë dhe i vendosur, kishte një ëndër të thellë që ishte kthyer në një pasion të fortë, por që asnjëherë nuk ishte mundur ta realizonte. Dëshironte të kishte një fëmijë. Për shumë vite, ai dhe gruaja e tij, megjithse kishin provuar gjithçka, nuk ishin mundur të realizonin këtë ëndër. Ky dëshirë që nuk realizohej kur, krijoi një boshëllëk në jetën e tij. Edhe pse ata ishin njerëz të fortë dhe kishin përballuar shumë vështirësi, ky dëshirë ishte bërë një ngarkesë që i kishte shoqëruar çdo ditë. Pas disa vitesh përpjekjesh dhe dështimesh, ata ishin gati të dorëzoheshin. Ata nuk kishin më shpresë, dhe kjo kishte lënë pas një ndjenjë të thellë humbjeje. Çdo ditë, vëllai im ndihej më i trishtuar, ndërsa gruaja e tij gjithashtu e ndjente dhimbjen e të qenit e paarsyeshme për të pasur një fëmijë. Ky ishte një vit i vështirë për ta, dhe pas një periudhe të gjatë përpjekjesh, ata kishin humbur besimin se do ta realizonin ndonjëherë ëndrrën e tyre. Një ditë, duke e parë vëllain të dëshpëruar dhe të humbur, mendova se mund të bëja diçka për ta. Ky mendim ishte një thirrje për mua. Dëshira për t'i ndihmuar ishte aq e madhe sa që kur nuk kam menduar se ky veprim do të kishte pasoja kaq të thella për të gjithë. Unë isha një baba dhe dija se sa shumë e kisha pritur fëmijën tim. Pse të mos duroja mundësinë që ata të përjetonin atë ndjenjë lumturie që kisha përjetuar unë. Ky ishte një veprim që mund të dukej i thjeshtë, por që pas tij fshihte shumë emocione dhe pasiguri. Të dhurosh një fëmijë është një veprim i madh, një sakrificë që nuk mund ta bëjë çdo njeri, por unë vendosa ta bëja. Mendoja se kjo ishte mundësia për të shpëtuar jetën e tyre, për t'i dhuruar një shans të ri. Fëmia im që sapo kishte lindur do të bëhej fëmia i tyre. Ata do të ishin prindrit që kishin ëndëruar. Dhe unë, ndonse i dhuroja fëmijën, do të isha i lumtur që do t'i jepja mundësinë që ata të kishin atë që unë kisha, një familje të plotë. Gruaja e vëllait e priti këtë dhuratë me gëzim të madh. Ata e morën djalin tim me duar të hapura, si një dhuratë të mrekullueshme. Ky ishte një moment i shenjtë për ata. Një moment që ata do ta kujtonin gjithë jetën. Fëmia që unë do ta dhuroja për ta, do të ishte një shenjë e dashurisë dhe sakrificës sime. Ata i dhan emër fëmijës, dhe unë, duke parë këtë gjallëri të re që mbushte jetën e tyre, ndjehesha i kënaqur dhe i lumtur për veprimin që kisha bërë. Megjithatë, pas disa muajsh, gjithçka filloi të ndryshonte. Ndryshimi ishte i paevitueshëm dhe, si një stuhi që afron, ai erdhi më shpejt nga sa mund ta kishim pritur. Gruaja e vëllait nisi të ndryshonte sjelljen e saj. Në fillim, ajo ishte shumë e kujdesshme, e dashur dhe e ndjeshme ndaj fëmijës. Por pas disa muajsh, kjo ngrohtësi filloi të zbehej dhe të shtërohej në një ftohje të papritur. Fjalët që ajo thoshte, dikur të ngrohta dhe të dashura, tani ishin të ngarkuara me urrejtje dhe tension. Ajo filloi të përdorte fjalë të ashpra dhe ofendime ndaj fëmijës. Fëmia i vogël, i cili kishte ardhur në këtë botë me shpresën e një jete të lumtur, tani po përballej me një dhunë emocionale dhe psikologjike që nuk mund ta kuptonte. Ai po e ndjente dhimbjen, frikën dhe pasigurinë çdo ditë që kallonte në atë shtëpi. Ajo ishte tashmë një grua që e kishte humbur ndjeshmërinë dhe kujdesin,
që një nën duhet të ketë për fëmijët e saj. Pas disa muajsh, këto sjellje u bën gjithnjë e më të dukshme dhe gjithnjë e më të rënda. Fëmia, i cili kishte lindur me shpresën e një të ardhmeje të ndritur, tani po jetonte në një atmosferë të rëndë dhe të paqëndrueshme. Ai kishte filluar të tregohej më i mbyllur, më i friksuar dhe më i pasigurt. E gjithë jeta e tij, që duhej të ishte e mbushur me gëzim dhe dashuri, ishte shtëruar në një tmerr të përditshëm. Ai kishte humbur të gjitha ato gjëra që duhen për një fëmijë të vogël, dashurinë dhe sigurinë. Unë e shikoja këtë dhe dija se nuk mund të qëndroja pasiv më tej. Ai po vuante dhe si baba ndihesha i pafuqishëm për ta ndihmuar. Dija se nuk mund të lija që kjo situatë të vazhdonte. Unë mora vendimin për të vepruar. E thira vëllain dhe i tregoja gjithçka që po ndodhte. I shpjegova se gruaja e tij kishte kaluar në një fazë të dhunës emocionale dhe fizike, dhe që fëmia nuk mund ta përbalonte këtë më tej. I kërkova atij të kuptonte se kjo që po ndodhte ishte diçka që nuk mund ta injoronte. Vëllai im, megjithse në një gjendje tronditse e pa të vërtetën që po i shpjegoja, dhe e kuptoi se duhej të vepronte. Por kjo ishte vetëm një pjesë e historisë. Pas këtij momenti, fëmia i vogël nuk mund të shpëtonte nga pasojat që i kishin ndodhur. Pavarësisht se vëllai im ndërhyri dhe kërkoi falje për atë që kishte ndodhur, ai nuk mund të kthehej në atë fëmijën që kishte qenë më parë. Përfundimi i kësaj historie është një kujtesë për të gjithë ata që mendojnë se mund të bëjnë diçka të mirë pa menduar për pasojat. Ndihma që ofrohet pa menduar për ato që do të ndodhin mund të sjellë pasoja të papritura dhe të tmerrshme. Të dhurosh një jetë është një veprim fisnik, por ai kërkon gjithashtu të mendosh për pasojat e tij dhe ndikimin që mund të ketë. Kjo histori është një mësim që nuk duhet të harrohet kurrë. Nëse edhe ju apo dikush që njihni keni përjetuar histori të ngjashme dhe dëshironi të ndani me ne, në mënyrë anonime, mund të na shkruani në faqen tonë. Ne jemi këtu për t'i dhënë zë atyre që janë heshtur për vite me radhë. Historitë tuaja kanë rëndësi, dhe kur tregohen, ato mund të bëhen shpresë për dikë tjetër që është ende në errësirë. Mos harroni të bëni like në këtë video nëse ju prek, të lini një koment me mendimin tuaj dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori reale, të forta dhe të papërpunuara nga jeta në Shqipëri. Ne postojmë çdo ditë në orën 6 të mbasditës dhe çdo video është një dritare drejt një historie që meriton të dëgjohet. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund. Ju presim në videon e radhës.